Allahu I lartëson njerëzit me çka? Me pasuri? Jo. Me famë? Jo. Me origjinë? Jo. Se je djali I filanit apo I përket familjes filanit? Jo. Allahu Azza wa Jall pëngran ditën e Kiametit dhe në xhenetet e tij sa ke dituri. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, në librin e tij famlar thot: Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Është pyetje prej Allahut madhëruar që nënkupton se as pak nuk janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë. Bile janë ekstrem diferent njëri prej tjetrit. Kanë diferencë të madhe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithashtu thot: Men seleke tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kush del prej shtëpisë së tij për ta kërkuar diturinë, dijen, Allahu I madhruar atij ja lehtëson rrugën për në xhennet. Allahu ja lehtëson rrugën e xhennetit. Në të kaluarën, njeriu për ta kërkuar diturinë është dasht me bë sakrificë të madhe. Transmetohet prej ulemave për ulemat se kanë udhëtuar me muaj derisa kanë shku te një hoxh, te një dietar, te ndonjë njeri që I ka dhënë Allahu dituri për ta mësuar diturinë prej tij. Pra kanë udhëtuar gjatë. Ka pas prej tyre që kanë dalë prej vendbanimeve familjeve tyne, kanë dalë në fëmijëri dhe janë kthyer në pleqëri. Tër jetën e ka kërkuar diturinë. Këtyre njerëzve, sipas hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam, që nuk flet nga hamendja, ai flet me shpallje prej Allahut, këtyre njerëzve Allahu Azza wa Jall u lehtëson rrugën për xhennet. Allahu është I kënaqur për këtyre njerëzve që kërkojnë diturinë. Gjithashtu edhe ata që dalin në xhaminë e lagjës, në xhaminë e qytetit, për ta dëgjuar një ligjërat, për ta mësuar një mësim, për ta pyetur një të ditur për ndonjë çështje dhe e mëson atë rrugë që e bën për hir të Allahut Azza wa Jall, me atë Allahu Azza wa Jall do t'ja lehtësoj rrugën për xhennet. Te Allahu Azza wa Jall veprat peshohen me grimca, jo me kilogram, jo me tone, po edhe me grimca, që do të thotë se Allahu Azza wa Jall edhe mundin më të vogël që e bën për ta, nuk ta humb. Në fen ton, në fen islame, kërkimi I diturisë nuk është çështje dytësore, nuk është diçka sekondare. Kërkimi I diturisë është kryesore dhe primare. Para çdo pune apo vepre që ta bësh kërkohet ta mësosh se si bëhet. E kemi për detyrë, kur dojmë me bën një vepër, ta mësojmë se si bëhet, mandej e bëjmë ata. Je interesuar me shku në haxh apo në umre, para se me shku, I mëson rregullat e haxhit edhe të umrës. Dëshiron të martohesh, para se me u martu, I mëson rregullat e martesës, çfarë të drejta ke ti dhe çfarë obligime ke ti. Me dituri e mbron veten nga gabimet, e mbron veten nga devijimet, Allahu na ruaj. Me dituri
e ndriçon rrugën e kësaj jete, po në të njëjtën kohë të ndriçohet edhe rruga për në xhennet. Për atë, Allahu i madhruar e nisi shpallin e tij të fundit me fjalën lexo. Shpallja e fundit, Kur'ani, ka filluar me fjalën lexo. Dhe kjo për t'i mësuar njerëzimit se udhëtimi i sigurt fillon me dituri, me dija. Nuk tha Allahu Azza wa Jall adhuro, nuk tha falu, nuk tha agjëro, nuk tha puno, tha lexo me emrin e Zotit tënd që krijoi gjithçka. Pra njëherë vjen dija, pastaj vijnë të tjerat. Ky është një mesazh i madh dhe është mesazh i parë për çdo musliman. Kërko dije, mëso, medito, lexo, por gjithmonë në emër të Allahut. Çdo herë duke i besuar Allahut, sepse ka prej njerëzve që mund të bëhen shkencëtar të mëdhenj, mirë po mbeten adhurues të kafshëve. Mbeten adhurues të idhujve të ndryshëm, idhujve që vetë i ndërtojnë dhe i adhurojnë. Pse? Sepse dituria tyre nuk i është bashku diturisë këtyre edhe besimi i drejtë në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dituria është ajo që të lidh me Zotin tënd, të mëson çka është halal dhe të mëson çka është haram, të udhëzon si të jetosh me nder, si të adhurosh Allahun me sinqeritet, si të sillesh me të tjerët me drejtësi dhe mëshirë. Kërkimi i diturisë është adhurim. Kërkimi i diturisë, ta kërkosh diturin, ta marrësh në libër dhe ta lexosh, është adhurim në vete, është formë ibadeti. Çdo orë studimi dhe leximi që e bën për hir të Allahut, dije se je duke kaluar një kohë duke adhuruar Allahun Azza wa Jall, duke ju afruar Zotit tënd. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu i madhruar i ngre në xhennet ata që besojnë. Allahu i ngre lart ata që besojnë, besimtarët në xhennetet e tij. Mirë po dietarët i ngre shumë lart. Dietarët e kanë një shpërblim të veçantë. Allahu i lartëson njerëzit me çka? Me pasuri? Jo. Me famë? Jo. Me origjinë? Jo. Se je djali i filanit apo i përket familjes filanit? Jo. Allahu Azza wa Jall të ngran ditën e Kiametit dhe në xhenetet e tij sa ke dituri. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, dietarët janë trashëgimtarët e vërtet të pejgamberëve. Pejgamberët e Allahut nuk kanë lënë pasuni. Edhe pasunin që e lënë, ajo ju shpërndahet si sadak për gjithë besimtarët. Trashëgimia e vërtet e pejgamberëve është dituria. Kush e merr diturin është i afërt me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Nuk e ndan ndonjë distancë e madhe mes tij dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kështu vetë po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, el ulama'u warathatul anbiya. Dietarët janë trashëgimtarët e vërtet të pejgamberëve. Në çdo kohë dietarët kanë qenë dritë për ummetin. Dietarët i kanë udhëzuar njerëzit në rrugën e drejtë. Sa herë që ka pas lajthitje dhe devijime, dietarët e vërtet kanë qenë ata që i kanë dalë popullin dhe ua kanë mësuar të vërtetën. Ata janë që ua kanë ruajtur fenë, ua kanë ruajtur njerëzve besimin, ua kanë ndriçuar edhe rrugën. Muadh ibn Jabali, një prej sahabëve të njohur pejgamberit alayhi salatu wasalam, flet për kërkimin e diturisë dhe për vlerën e diturisë. Ai thot: mësone diturin,
sepse mësimi i saj është devotshmëri. Nëse e mëson diturin, do ta njeh Allahun më mirë dhe nuk do të bësh gabime dhe mëkate ndaj tij. Shkaku se i din mirë çështjet dhe meselet. Kërkimi i saj, thot, është adhurim. Çdo hap që bën për ta mësuar fen është adhurim dhe i afrohesh Allahu xhalla xhelalu. Diskutimi rreth saj, rreth diturisë me të tjerët, konsiderohet tesbih. Bisedat që bën rreth diturisë, ai thot se konsiderohen si madhrim dhe lavdrim Allahu subhanahu wa taala, sepse patjetër do të përmenden fjalët e tij, fjalët e pejgamberit dhe do të nxirren mësime nga ato. Kërkimi i saj është xhihad. Kërkimi i saj është luftë, sepse lufton me paditurin, lufton me epshin dhe jep mund të madh për të arritur ata. Shpërndarja e saj është afrueshmëri me Allahun, sepse ti u ndihmon njerëzve me diturin tënde me i afru njerëzit tek Allahu azza wa jall. Dhe vepra shpërblehet sipas llojit të saj. Ti mundohesh të i afrosh njerëzit tek Allahu, Allahu ka më të afruar ty afër tij. Mësimi i atij që nuk di është sadaka. Me mësu dikont, një mesele, një çështje, një gjë që ai nuk e di, konsiderohet si kur me i dhënë sadaka. Allahu azza wa jall e shpërblen atë si kur tjetë sadaka. Mirë po duhet kemi kujdes. Dituria duhet kërkuar me sinqeritet. Të bëhet për hir të Allahut. Jo për emër, jo për famë, jo që njerëzit bëjnë me gisht ka ti. Pejgamberi alayhi salatu wasalam me një hadith na ka paralajmëruar. Ai thot, kush mëson dije për të umburur para dietarëve, për të ushty me dietarët, për të debatu dhe ul dhe nënshmu ignorantët, ose për t'i kthyr sytë e njerëzve ka vetja e tij, Allahu do ta dënoj me xhehenem. Pra diturin që e mëson, duhet ta mësosh për vete, të kesh dobi ti, familja jote, dhe ata që mund me imrin, mja u mësua. Nuk mësohet ajo për ndonjë mezhlis, jam shela gojen filonit, aje tha kështu, po unë ja thash kështu, aje dikja meselen, po unë e disha edhe ma mirë, apo aje që shja bona ati. Jo. As mos me u tregu para të tjerëve, para njerëzve të thjesht, se unë po dikam. Po edhe mos me i bo këtë për me i tërhesh sytë e njerëzve ka ti. Me thonë, filani po dika. Gjitha këto, ta humbin vlerën e diturisë. Jo që të shqojnë xhenet, po do të ndëshkohesh pse e ke bën këtë. Pse? Sepse dituria, si që thamë ne, si që thamë ma herët, është adhurim. Dhe për çdo adhurim kërkohet sinqeritet dhe nijet pastër. Kur përzihet nijeti, zhduket vepra dhe ndoshta edhe do të ndëshkohesh. Pra dia që të afron me Allahun, do të shoqërohet me sinqeritet, moral të lartë, për ulësi dhe frikë ndaj Zotit. Pasuria humbet, harxhohet. Pozita kalon, jeta përfundon, por dija mbetet. Dituria mbetet. Ajo vazhdon dhe shpërblimet e saj vazhdojnë edhe pasit dalish nga kjo botë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, kur vdes njeriu, veprat e tij ndërpriten. Përveç 3 gjërave: sadakas rrjedhse, diturisë dobishme, që e lën njeriu një dituri që njerëzit mësojnë dhe përfitojnë ende prej saj, kanë dobi prej saj, dhe fëmijës që lutet për ta. Pra njeriu kur vdes, i mbyllet libri i veprave, përveç 3 gjërave: një sadak rrjedhse, e ka bën një vakëf, një qeshme, një rrugë, një xhami, pa marrë parasysh, e ka mbjell një pemë, dhe sa të përfitojnë njerëzit prej këtyre gjërave, ati shkojnë sevapet.
një dituri, e kalon një fjalë të bukur, të mirë, të mençme, që njerëzit e sjellin dhe përdorin atë, e kalon një libër, e ka botu një libër, e kështu me radhë. Sa të përfitojnë njerëzit, ju vinë sevapet, gjithashtu lën edhe evlad dhe fëmijë të hajrit që ata lutën për prindin e tyre. Të mos e humbim kohën me gjëra të kota, po ta mbushim jetën me kërkim të dijes. Të jemi nxënës të përhershëm, sepse besimtari i mençur nuk mjaftohet me pak. Të jemi shembull edhe për fëmijët tanë dhe për rinin që ta kuptojnë se rruga e dijes është rruga e xhenetit. Lutim Allahun Azza wa Jall të na jap sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Lutim Allahun të na lehtësoj kërkimin e diturisë. Lutim Allahun të na ruaj niyetin dhe sinqeritetin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum.